Asimet ishe mirë, Andi. Përqeve. është veprimi nivelit lartë shumë. Si? është veprimi nivelit lartë shumë. Ma fillove ta mbrosh tani. Jo. Pse qa bëri Andi për nivelit lartë? Si? Qa bëri për nivelit lartë? Ajo mardhoni me topin në kvalitet, do cilësi. Që do më thëni je këtu. Normal. Shkoj tani se do bëjë në një Kam qenë futbol nga krevati ullë, mund bëja dhe 200-300 copë, tani jemi shkëtu. Po jo, po, nuk kam kohë sepse kam granit... Pastaj po të vjesha kam s'du të bëj spektakl, për ne thash... Kam granit Tërstenën, gazetar në Kosovë që i bashkohet shoqërisë sonë mega botëror. Granit, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju. Kënaqësi që i bashkohesh panelit ton në një moment të bukur për ata që duan sportin, për ata që dashurojnë futbollin, për ata që duan që njerëzit të bashkohen, të festojnë europian, afrikan, aziatik, sepse deviza e sportit e gjithë bashkoj njerëzit. Dhe në një kohë të sotëm, ku problematikat janë të jashtëzakonshme, futbolli është mirë që të jetë tamam një le të themi lehtësim për gjithë. Në fakt, dhe kolegët gazetarë që merren me politikë në redaksin ku unë punoj, thanë që shqyqër që erë botërori edhe të shijojmë pak, sepse jena lodhë me këtë politikë. Po besoj që është njëjtë edhe në Shqipëri, se njëjtë edhe në Kosovë, situata politike jo aq e mirë, dhe mirë që ka ardhur një kohë Kupa e Botës, një kohë shumë relaksuse, verore, që sezonin e kaluar, po themi ashtu para 4 viteve se kemi përjetuar aq mirë për shkak që u mbajt gjatë dimrit, por si vjet jemi verës dhe Kupa e Botës janë gjithmonë për me shiu gjatë verës. Unë isha në Kosovë, isha në ndeshjen e madhe të futbollit shqiptar, do të thoja, sepse një lloj është, shëndsi ka fati hyn që jemi ndarë dhe nuk duhet ishte kështu, në disa pjesë në gjithë vendet e Ballkanit, pash Kosovën, ju afruam duke goditur shtyllën, mund të ishim shumë pranë një kualifikimi dhe t'ishim ne atje, t'ishim shqiptarët prezent. Fati keq, apo duhet edhe pak më shumë të bëjmë që t'jemi në atë nivel? Sigurisht është fati keq, sidomos sot kur shikoja tifozët e Bosnjës duke mashuar drejt stadiumit ku u zhvillua sot ndeshja. Disi flamuri ngjason në Kosovës dhe ndonjëherë më kapi një farë emocioni sikur mos është Kosova atje. Kemi qenë shumë afër, sidomos ajo shtyllë dhe Fisnik Aslanit që ti përmend dhe shumë raste tjera që ka pasur Kosova ndaj Turqisë, por sigurisht kundërshtari ka qenë një shtet me përvojë të jashtëzakonshme dhe nuk është edhe aq e lehtë dhe të shkohet në një vend të tillë. Por duhet punuar shumë si Shqipëria ashtu dhe Kosova, më shumë të duhet fanella, më shumë të luhet për fanellën, të dërsitet për fanellën, sepse ndonjëherë unë jam shumë kritik edhe për futbollistët si të Shqipëria ashtu dhe të Kosova, shumë ndoshta nuk e japin maksimum. Kur do vish në studio, ti mi kritikosh tu live? Kur dëni, se kam problem. Gjithmonë i kam qef gazetarët kritik. Unë i kritikoj shumë edhe futbollistat e Kosovës e të Shqipërisë kur janë për të kritikuar, por kur janë për të lavdruar, sigurisht i lavdrojnë pa asnjë tip problemi. Punë e para gazetarit është duhet të shikoj me syrin kritik. Po, sigurisht, por edhe kur realizojnë golla, për shembull dëgjova më herët duke folur për Brojen, Broja ka qenë një lojtar ndoshta më skandaloz të këtij sezoni. Edhe pse ka pasur lëndime, por ka qenë si ka qenë, nuk ja ka dalë as me Burnley, nuk ja ka dalë as me kombëtarin e Shqipërisë, kështu që... Gosa, jepi një përgjigje Granitit tani, jepi një përgjigje Granitit, se unë s'flas, fillohet e parë. Ja statistikët është realitet. Ja një sekund, Granit. Zgjedh të hesht. Si? Po zgjedh të hesht, nuk dua të... Pse po zgjedh është hesht? A e përqe e Brojen? Brojen prapë se tani Brojen. A të bëjmë pak debat me Granitin apo? Po bëj pra, ishte rradha e gocave tani. Rregull, po presëm, pra ne të morali. Po për dakord, jepi i përgjigje. Unë e thashë të shparë që Broja ka qenë i dëmtuar, edhe
Me sa kam pa sa ajo që është fut duke loz, gjithmonë kanë pas tendencën që ta Japi maksimumin. dëmtojnë. Po. Tani Gledja është një mis, edhe është një 83 gjatë volejboliste, është edhe sportiste. Tani ka luajtur dhe volejboll. Dhe e di që kur ke një dëmtim, do dhe kohën e vetë. Granit tani argumentet i dhanë. Po, është vërtet që unë e thashë edhe në fillim që Broja ka pas problem me lëndime, por futbollisti i madh nëse synon të rikthehet nga lëndimi, ai rikthehet dhe harron ajo pjesë, mbetet e harruar dhe rikthehet në fushë. Por Broja se ka harruar lëndimin. Brojën e kemi pas gjithmonë me shumë keqardhje them sepse unë edhe jam edhe tifoz i Chelsea dhe Broja ka luajtur aty te skuadra dhe gjithmonë ka dhimbtur. Ndoshta me thënë realitetin edhe ndoshta më ka dalë e luti kur e kam pa që prap është i lëndum ose ka ndjetur një dhimbje sidomos te kyçi i këmbës, por ai duhet të rikthehet, duhet ta merr forcën dhe të tregoj që është këtu si për skuadrën, si për kombëtarin e Shqipërisë.